Në zemër të qytetit e Elbasanit, aty ku arti dhe humanizmi takohen, ka lindur një projekt që synon të sjellë dritë, përfshirje dhe shpresë. Quhet Tinguj Zemra, ne nuk jemi ndryshe. Një nisëm që bashkon muzikën, edukimin dhe komunitetin për të dhënë të rinjve me aftësi ndryshe hapësirën që ata meritojnë. Në zemër të Elbasanit, të qytetit tonë të dashur, ne u mblodhëm jo thjesht për një shfaqje artistike, por për të dëgjuar zërin e zemrës, për të ndjerë nga afër në përfshirje dhe mbi të gjitha për të shijuar talentin në të gjitha format e tij. Tinguj Zemre, ne nuk jemi ndryshe, nuk është thjesht emri një projekti, por mbi të gjitha është një mesazh i fortë, një mesazh i sinqert dhe shumë i domosdoshëm për shoqërinë tonë. Të shikosh dhe të ndjesh përtej etiketave, përtej cilësimeve, përtej paragjykimeve dhe të mirëkuptosh dhe të pranosh që çdo kush ka një zë, ka një dhunti dhe ka një vend të merituar në komunitetin tonë. Së bashku me qendrën Art Act Al, Këshilli i Qarkut Elbasan, në bashkëpunimin e tij përcolli një shembull shumë të mirë se çfarë ndodh kur institucionet, komuniteti dhe arti bëhen bashk me një qëllim, integrimin e personave me aftësi ndryshe. Gjithçka e realizuar nga fëmijët e mrekullueshëm treguan se vetë aftësia nuk matet me standarde. Ajo matet dhe pranohet me punë, me dëshirë dhe me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Të gjithë duhet të kuptojmë dhe duhet të jemi të vetëdijshëm që integrimi i personave me aftësi ndryshe nuk është thjesht përfshirja fizike e tyre në shoqëri. Mbi të gjitha është pranimi shpirtëror, ofrimi i zemrës dhe përkushtimi ndaj tyre që të ndjehen të gjithë të barabartë. Dua që projektin ta marrim të gjithë si një mesazh, qoftë kjo institucionalisht në drejtim të artit dhe i gjithë komuniteti jonë. Të gjithë duhet të kthejmë syt për të inkurajuar dhe zbuluar talentet e reja. Të gjithë duhet të punojmë për t'i dhënë mundësi shumë herë më të mëdha të rinjve me aftësi ndryshe. Dhe të gjithë duhet hapim zemrën me shumë përkushtim, punë dhe dëshirë për të krijuar një shoqëri gjithëpërfshirëse. Projekti realizuar nga qendra Art Act Al në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Elbasan solli për herë të parë një aktivitet artistik në teatrin Skampa, e ndërtuar me dashuri, përkushtim dhe profesionalizëm. Ky është një koncert që unë kam disa vite, për të cilin mendoj dhe planifikoj. Ndër vite kam pasur student të cilët kanë qenë pjesë të spektrave të ndryshëm të autizmit ose me aftësi ndryshe. Dhe duke parë talentet e tyre që janë të padiskutueshme, kam menduar që t'i mbledh në një koncert duke i stimuluar dhe duke i përfshirë më tepër në ambientin kulturor dhe muzikor të qytetit. Falenderoj shumë Këshillin e Qarkut që na ofroi një mbështetje për ta sjellë këtë aktivitet kaq të dashur për mua këtu në qytetin e Elbasanit. Unë mendoj personalisht kam bërë maksimumin që ky aktivitet të mos jetë thjesht një koncert, por të jetë finalizimi i një pune të vazhdueshme për rritjen e tyre emocionale dhe artistike. Mendoj që ka pasur një zhvillim shumë madh që nga dita e parë që ne kemi nisur të punojmë e deri në ditën e sotme, nga ana e tyre emocionale dhe vetbesimi që ata do sjellin sot në skenë. Gjatë çdo prove, artistët u përpoqën të ndërtonin një urë komunikimi përmes artit, një gjuhë universale që flet drejt për drejt me shpirtin. Kulmi i projektit ishte koncerti sensibilizues Tinguj Zemre, ne nuk jemi ndryshe, i cili këtë vit u zhvillua në teatrin Skampa në 11 dhjetor. Një mbrëmje artistike që solli në qendër talentin, diversitetin dhe fuqinë e bashkimit përmes artit. Në skenë u bashkuan artistët Diego Zelka, Eriona Gjuzeli, Neron Kacerja, Luan Qosja, Arlin Subashi, Jamarbër Hoxha dhe Derdan Hoxha, Gerdi Sheko, Nada Bregu, Gloria Taga, Irvi Gjata dhe Laura Lila. Të kënduarit apo
të pasurit dëshirë të luajt një instrumenti muzikor, janë pasione që më kanë ndjekur që nga fëmijëria, dhe është vërtet ajo që thatë, pra që nuk është hera parë, dhe po ve re tek vetja që sa më shumë ndodhin këto eksperienca me mua, aq më shumë bëhem kërkues ndaj vetes për qenë edhe më mirë në shfaqjen e ardhshme. Së pari, ajo që dua të tregoj dhe dua që të merret shembull jo vetëm nga unë, po nga të gjithë ata që e kanë këtë dëshirë të performorit art, është që jeta ka gjëra shumë herë më të bukura sa këto monotonitë e sotshme që po na përfshin, siç është scrolling i celularit, siç është kafeneja dhe siç janë këto zgjedhjet monotone dhe të mërzitshme që në fund tankohemi të gjithë ç'a do bëjmë, nuk shtyhet koha. Pra ky është mesazhi që unë duhet t'jap. E dyta është fakti që njerëzit nuk provojnë. Pra unë duhet që kërkoj dhe u sugjeroj njerëzit që të provojnë, sepse ndoshta pa e ditur mund të kenë vete një aftësi e cila më vonë mund t'i bëjë të njohur dhe mjaft të dobishëm me mesazhe që mund t'japin më vonë për shoqërinë ku ato jetojnë. Mendoj se është e rëndësishme sepse dhe kur themi për mbështetje, ndoshta dikujt në plan të parë mund t'i vinë mend mbështetja ekonomike, por nuk është vetëm ajo. Pra patjetër që është, por është edhe mbështetja, si më thënë, në formën e nxitjes. Pra kam vënë re që ne jemi shoqëri që kemi nevojë tashmë, ndoshta më shumë se kur për nxitje, siç janë organizime të tilla dhe mbështetje të tilla për të vënë pa atë aftësi artistike dhe jo vetëm artistike që individët kanë, por thjesht kanë nevojë për një nxitje që ajo të dalin pa. Ky projekt nuk është vetëm një veprimtari artistike, është një thirrje për ndërgjegjësim, është një ftesë për ta parë komunitetin me sy më të butë dhe më njerëzor.